Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Mirë se më erdhe. Mirë se të gjeta. Që kemi, si je? Mirë. Ha? Qetë sot, ditë e shtunë. Ditë e shtunë. A ditë e shtunë njerëz e shtatë të gjirohet, jo ditë e shtunë kur të tali, nuk e dim akoma. Po mund ta bëjmë që tjetë ditë e shtunë. Ç'kemi Franc? Si po të shkojnë gjërat? Mirë në përgjithësi, duke mbaruar studimet, jam Po. këtu në Vjenë për momentin. Ha, na bëjnë çik një CV për gjithë njerëzit që s'njohin, na një përshkrim nga fillimi në fund. Okej, atëherë unë jam Franci, kam lindur në Elbasan. Kur isha 3 vjeç emigruam, fillimisht në Itali ku ndetëm ja 6 muaj, edhe pasaj në Luksemburg. Edhe kështu që jam rritur në Luksemburg, jam shkolluar atje, kam bërë liceun atje. Pas maturës, zgjodha Vjenën, se ishte, si më thënë, midis Luksemburgut dhe Shqipërisë. Pra unë gjithmonë isha me mendjen Për të kthyer, për të kthyer, edhe pse imagjino tani unë që 3 vjeç jam rrit atje, njoh vetëm atë realitetin e Luksemburgut. Por gjithmonë domethënë nuk isha i kënaqur me, domethënë se duke u rrit në Luksemburg, që është një vend shumë me mirëqenie shumë të lartë, i ke pak a shumë ato hapat e jetës i ke të para përcaktuar dhe më dukeshin gjithmonë shumë të mërzitshme. Pra, okay, ishte sigurt që unë do shkollohesha, do bëj universitetin, do filloja punë, do kisha një rrok të mirë, edhe më duk shumë e mërzitshme, për mos të përdor fjalën boring, se ose bajat. Njëjtë është. Po. Edhe mendova t'i afrohemi çik Shqipërisë, zgjodha Vjenën, që të kisha edhe Luksemburgun edhe Shqipërinë afër. Edhe kam filluar në vitin 2016 të studioj urbanistik, ose këtu quhet planifikim territorial. Në Vjenë. Në njësoj është, edhe këtu në Berlin është të quhet planifikim territorial. Po. Ne përdorim fjalë të huaja, gjermanët e kanë shumë të mirë këtë që përdorin fjalë të veta. Ashtu është, domethënë duhet, domethënë edhe Shqipja besoj që duhet ta ushtrojmë çik Shqipën, duhet ta lëvrojmë, se ka potencial, nuk besoj që rruga më e thjeshtë të përdorësh këto fjalë të huaja nuk është shumë e këshillueshme. Nuk është se sjellën gjë shumë mirë, po plako 3 vjeç ke shku në Luksemburg edhe ke pasur dëshirë të kthehesh? Po çe deshe? Se imagjino tani kur morëm pasaportën luksemburgeze, se para asaj nuk mund të futeshim në Shqipëri, se morëm kështu si të përndjekur politik. Pasi morëm pasaportën, vajta për herë të parë prapë në Shqipëri, më duket isha 12 vjeç, për pushime. Edhe tani çdo emigrant ose fëmijë emigranti në Evropë që shkon me pushimin në Shqipëri, pra gjatë verës, e din që është një kohë shumë e bukur. Pra takon familjarët, bën plazh, domethënë edhe si fëmijë nuk i shef ato problemet, edhe të duket Shqipëria fush me lule. Pra fokusohesh tek ato të bukrat, edhe ato gjërat që nuk shkojnë si fëmijë nuk i vëren. Shumë e drejtë. Po, edhe domethënë ndoshta kjo më kapi domethënë si kështu, edhe mendova gjithmonë kisha më duket një idealizim të tepërt të Shqipërisë. Edhe domethënë kështu filloi gjithçka. Po kështu do ta implementoj edhe në rrethjet time. Ti çfarë bëj unë domethënë me gjermanët që kemi pasur para ca kohësh një debat shumë të fortë që një nga këto pjesën e inferioritetit që kemi ne pas një debat në atë grupin Balkans, se si e kanë ata, se bajmë të mirë fiks tash. Ideja është se
Ekziston një lloj fare që direkt sa takoj një të huaj, domethënë ose një person të jashtëm, e presim me këmbët e para, themi që jo, shënçu janë të prapambetur, janë kafsh, janë të dhunshëm, janë kriminela, drog, çfarë ti vjen në mendje, kupton? Kurse unë bëj tjetër, unë bëj test që të ka kapur ty, sepse kjo që të ka kapur ty edhe funksionon. I tregon atë pjesën e bukur, i tregon atë pjesën e mirë, i tregon pushimin, i tregon ushqimin, i tregon kulturën, pak nga pak, familjen, gjithë ato gjërat e bukura që kemi për të ofruar ne. Dhe nëse një personi ka interes, tërhiqet, si çuditëroj që dihet si fëmijë domethënë nga gjithë ato të bukurat, atëherë ai do ketë dëshirë të merret me problematikën më vonë. Por nëse ti përparaqetet me problematikën në fillim, çfarë interesi mund të ketë ai njeriu? Edhe kjo gjëja për të vetëm fakt sepse funksionon me emigrantët ose funksionon me çdo lloj njeriu tjetër është mënyra e dur si do ketë për afrimin, sepse nëse ti nuk ushqehesh me një lloj ndjesie, pëlqimi dhe dashurie, ku do të kishte vajtur ndonjëherë mendja ty për shembull të triqesh mbas Shqipërisë, nëse pushimi i parë që do kishte bërë 12 vjeç do ishte skter. Po. Apo jo. Ashtu është. Nuk e di, unë ndoshta kisha edhe fatin që jo fatin, po isha jo si tip, si karakter, isha si rebel, se normalisht kur si thuhet, kur i thoja prindërit, pra kur i përballja me këtë, me pse kemi emigruar, se këtu që nga kaq mirë, ata sigurisht më kanë treguar që shiko se Shqipëria nuk është vetëm koha e pushimeve, këto 2-3 javë që jeti këtu. Edhe unë gjithmonë e sfidoja këtë, edhe mendoja me veten, po jo, nuk këtu ka potencial. Pra kisha një shkëputje, një hendek në mendjen time midis potencialit që Shqipëria ofronte edhe realitetin që ishte, edhe unë gjithmonë fokusohesha edhe sot, deri më sot, pra unë fokusohem gjithmonë te potenciali i Shqipërisë. Edhe jo tek realiteti, se natyrisht realiteti është ka të bëj pak me gjërat që ne kemi studiuar këtu për shembull. Më akuzohem çik për idealist, se gjithmonë fokusohem si tek njerëzit, si tek familja, si tek shoqëria, si tek shteti, çdo gjë unë shikoj gjithmonë potencialin. Nëse ka potencial unë merrem me X gjë ose X person. Nëse s'ka potencial unë thjesht next, e kupton? Nuk është edhe njerëzit ndihen shumë të sulmuar ato pjesa kur i thoj që plako ke potencial mund të bësh këtë. Që ti po ja thua Shqipërisë, po ja shuaj një popull, domethënë se e njëjta gjë është, thjesht është në një skala shumë herë më të madhe, domethënë që është një kombë ose një shtet i gjithë, le të themi, edhe nuk e di, do të gjetë një mënyrë çik më but, kështu për ta implementuar. Shumë interesante kjo. Pra nuk e kisha dëgjuar më parë që se unë zakonisht rrethohem me njerëzit që kur i them që ke potencial e kështu e marrin si diçka e mirë, por në Shqipëri po e imagjinoj që mund të ketë njerëz që domethënë ofendohen çik nga kjo, se ndoshta ti u vë përballë realitetin dhe thon, "Oh, unë që ngam keq." Pikërisht, janë ata persona që shikojnë ato që gotën gjysmën bosh, jo gjysmën plot. Fix. Kur ti thua ke potencial thënë, çfarë, pse s'jam mirë mjaftueshëm? Në vend që duhet të thoshin që wow, ç'a petit e unë, ç'ne që të duket sikur unë kam më shumë potencial e tjerë. Gjithsesi, janë lloje individësh ndryshme, është e çuditshme. Po ke studiuar komplet, më thënë, në cilin status studimeve je tani? Unë tani po bëj temën e diplomës. Po. Edhe 2-3 lëndë tjera që shpresoj t'i mbaroj në tetor, pak a shumë. Sa vjeç je ti, Franc? Unë jam duke shku për 27, këtë muaj i mbush 27, me 25. Mashallah, unë i mbush ngushtë, i mbush 27, një mosh pas. Super. Ti ku ke lind, Bleon? Unë kam lindur dhe jam rritur në Berat, dhe kam ardhur për shkollën e lartë në Berlin, këtu ku jam tani. Sa vjet ka që ke ardhur në Berlin? Unë kam ardhur në Berlin në fund të 2014-s. Kam bërë një vit e pak gjuhën, një vit e pak të para përgatitore, studien koleg, nëse ke dëgjuar ndonjëherë si term. Kam që viti i fundit unë, se mbas me e pasaj atyre nuk u duheshim, sepse unë njohën ato certifikatat, diplomat e maturës shqiptare, që sa harxuam kohën, domethënë. Pastaj kam studiuar për inxhinierinë ndërtimi.
Okay. Fillimisht e tekniku, pastaj tek kjo si themin e applied sciences në Shqip plak. Aplikuara. E po, se është ndryshimi i sistemit të shkollës, nuk se është universitet dhe universiteti këtyre shkencave të aplikuara këtu në Gjermani, mamin edhe në Austri janë dy gjëra ndryshme. Po, këtu quhet shkolla e lartë, më duket. Pra janë shkolla e lartë, janë shumë teknik. Pikërisht. Unë kam nisur në universitet edhe kam kaluar më vonë teknik pasi universiteti ishte shumë abstrakt për mua. Në disa lëndë, themi të drejtën, ishte edhe i vështirë për mua. Mendoj se kisha kapacitetin që kërkonin në ata në disa gjëra, por në të njëjtën kohë nuk ishte mjaftuar shumë interesante. Unë jam kem në një çik kështu ADHD çka janë këto gjërat e reja se nëse s'është interesante unë e humb direkt, nuk kam shumë të rreqë. Edhe jam person që gjithmonë mësoj nga personat që kanë përballë, nga profesori, docenti etj. Shumë me të mësuar në shtëpi me të lexuar. Ciao. Nuk, më thënë, nëse kam dikë që është përpara, që është shumë interesant, që është energjetike dhe të bën, unë nuk bie poshtë dyshit asnjëherë. Edhe këto, po të shikosh diplomën time për shembull, të gjitha ato ku kanë qenë profesorët që qesnin, që bënin që të jep një shembull të bukur për shembull edhe të fusnin që kishin interaktim me ato të gjitha janë, domethënë, nga 1.3 deri në 2.3. Shikosh ato të tjerat pastaj që ishin me provime në fund që thjesht lexonin ato foljet kështu, çka kishin në tras, ato janë 2.3, 3.3, ato. Po me nota kaluese pastaj. Po, pastaj 1-2 janë kaluese fare, pastaj normalisht gjitha mishmash, e kupton, nga fillimi deri në fund. Është studenti tipik, aty je studenti tipik, kështu student si nga letrat që ke ca keq fare, ke ca mirë fare, ke edhe një pjesë mirë në mes, kështu që është gjë e mira se tregon interesi dhe ku ka interes më shumë njeriu, kështu që. Po që nuk është një gjë e keqe. Kjo planifikimi territorial, domethënë në vjen 7 planung, quhet domethënë, për çfarë kuptoj unë. Atëherë këtu quhet Raumplanung und Raumordnung, edhe un kam gjithmonë qejf të them që urbanistika është një lëndë e re në universitet, por në Vjen ka një histori të gjatë. Pra, këta kanë kapur shumë herët, e kanë ndarë urbanistikën nga arkitektura, që në vitet 70, pra vjet më duket a par vjet gjatë koronës, nuk e di. Fakulteti ka festuar 50 vjetorin e departamentit të urbanistikës dhe të programit të urbanistikës. Kolgjako, shumë kohë që ka. Se s'mante zakonisht në të gjitha këto është degë e re, po thosë në gjithë Europën, jo. Po, fix. O plako, po ti ke ikur 3 vjeç në Luksemburg edhe vazhdon të studion në Vjen, nuk e qenë asnjëherë me shkollë me gjëra në Shqipëri. Shumë mirë pas ke gjuhën në plak. Si e ke mbajtur? Si e ke strita kanë mësuar shtëpis? Të shtëpis ma kanë mësuar kështu, sa për të përgjigjur me familjarët e tjerë, sa për të muhabetet të thjeshta. Pastaj unë kam studiuar vet, kam dashur gjithmonë vet të kem më shumë fjalë në fjalorin tim, të kem një artikulim më të mirë. Luksemburgu edhe i na nxit, domethënë, na nxit për të mësuar gjuhën. Në Luksemburg flitet luksemburgishtja, që është një dialekt skajor, shumë i skajshëm i gjermanishtës, që ka shumë fjalë frënge. Studiohet, domethënë, mësohet frëngjishtja pastaj. Gjitha ligjet në Luksemburg janë në frëngjisht, por komunikimin me shtetin mund ta bësh në frëngjisht, në gjermanisht, madje edhe në luksemburgisht, po nuk e bëjnë njerëzit. Pa ekziston si gjë. Gjermanishtën po, anglishtën, pra vllai im ka bërë një lice një çik më të lartë, se ka 5, si më thën, 5 shtufën. Po 5 kategori. 5 kategori të ndryshme të liceve, edhe unë e kam bërë të dytin, vllai im e ka bërë më të lartin. Aty kishe pas mundësi edhe të studioja një gjuhë të pestë në Luksemburg, pra latinishtën ose spanjishtën ose një gjuhë tjetër. Edhe kështu që gjithë mjedisi atje është shumë gjuhësh, edhe unë thash të shtoj edhe shqipen, kështu që
Shumë interesante, plako, shumë interesante që paska sistemin shumë të mirë ata me 5 gjuhë sa kemi pasur ne në Shqipëri, 2 gjuhë ke pasur, anglishtën edhe çat binte në një gjë kështu në italisht, në frëngjisht kështu, Po, frëngjisht. edhe pasaj, pas disa vitesh e ke harru, ose nuk e di. Po ç'a bënim ne, loznim letra shumicën e kohës kur ishim ato, po që s'ka qenë shkolla ajo, ka qenë skter. Po. Shumë interesante plako, po cilat të pëlqen më shumë nga këto gjermanishtja apo frëngjishtja? Unë jam më tepër nga këta nga ana gjermanisht folse. Yes. Është interesante, shoqëria në Luksemburg ndahet kështu në gjermanisht folës, frëngjisht folës. Jo tamam kështu, po njerëz që kanë prirje ndaj atyre gjuhëve. Pra, edhe tek, domethënë, tek të rinj, tek gjimnazistët ke për shembull, që kanë më tepër frëngjishtën, më tepër gjermanishtën. Pra, se Luksemburgu është në të dyja sferat kulturore. Pra, është edhe në sferën frëngjishtfolse, në sferën gjermanike. Pra, dëgjojmë rapin gjerman, dëgjojmë edhe rapin francez. Po. Kupton, jemi në të dyja sferat. E mirë, ato mund të dëgjosh të dyja në njëjtën kohë, se nuk e anullojnë njëri tjetrin. Të paktën aty janë në paqe ato, sepse janë të dy stile të ndryshme, kështu që that's fine. Po mirë, plako mirë. Po unë ram në kontakt bashkë në Klajdi, bashkë nis më thurje, sepse Klajdi unë tha që është dëshira jote, ose mund të jetë më shumë të dëshirë, ti do ta thosh pas pak, që je pjesë e nis më thurje, sa Po. Je pjesë e nis më thurje dhe e ke pikën tënde më të fortë normalisht në bazë të asaj që ti studion, që po bën ekspertizën tënde në planifikimin urban i bie e thënë shqip. Si është kjo historia? Nga çysh të vajti mendja? Vjen robi nga Luksemburgu në Vjenë, pastaj me nis më thurje? Shumë pyetje e mirë. Unë nis më thurjen e kam pas gjithmonë kështu diku në mendjen time që ekzistonte, edhe që kishin u futur në zgjedhje në vitin 2021, edhe nëse nuk do ishte për kodin ton zgjedhor që është, domethënë, katastrofal, ata do kishin sot një deputet, por gjërat janë siç janë. Unë në fakt, shiko si është puna. Pra ideja ime është të futesha si kandidat i pavarur për Këshillin Bashkiak. Kur e hapa, siç thash, pastaj kodin zgjedhor, shoh që për të kandiduar si pavarur për Këshillin Bashkiak, që është parlamenti i qytetit, të duhen 1% firmat e 1% të zgjedhësve në atë territor, pra në Tiranë. Ta zëm zgjedhësit në Tiranë janë 700.000, edhe më duheshin 7.000 firma nga qytetarët për të kandiduar për nominimin vetëm, për kandidim. Për nominimin për Këshillin Bashkiak, edhe e njëjta vlen për nominimin për kryetar bashkie. Pra, ata ishin komplet të paaftë të bënin një përshkallëzim të çfarë të duhet për kandiduar si këshilltar ose edhe si kryetar bashkie. Po ti ke në shtetësi shqiptare plak? Kam. Okay, në rregull. Domethënë se më që kishte atë të Luksemburgut, më bëri pak dyshim se si mund të se çfarë ndodhte ne. Nuk hoqja dorë nga shtetësia, e kisha gjithmonë, por si më thënë isha në pikpamjen e shtetit, isha si dikush që nuk e kishte tërheq kur pasaportën. Pra s'kisha aplikuar kur për të marrë një pasaportë. Edhe ka shumë njerëz në Shqipëri për shkak të varfërisë jetojnë në fshatra, nuk kanë shumë mobilitet dhe nuk kanë pasaportë. Thjesht nuk e posedojnë dokumentin. Po, e kuptoj qartë. Domethënë këto kishin këto kushtet idiote për që ti të futesh si kandidat i pavarur, kështu në këtë mënyrë ti zgjodhe. Edhe unë thash tani çfarë ekziston si ofertë në Shqipëri, sado e vogël, sado në Zanafil, edhe domethënë më afërta për mua ishte nisma thurja, sepse unë ata njihja edhe ishin të vetmit. Pra në momentin kur i kontaktova, ishin të vetmit, pra që nuk kishin konsumuar pushtet, që ishin të rinj, që kishin një frym antikorrupsion gjithmonë. Pra si më thën, po ta krahasojmë sot, po ta marrim Lolitën siç është sot, për shembull, e para disa viteve bie nisma thurje. Pra
edhe pra kishte edhe ishte Facebooku atëherë, pra sot është më tepër Instagrami. Kupton? Pra po të marrim si më thën brezin ton, me çfarë mediash jemi rrit, për mua personalisht ishte para nuk e di sa 6-7 vitesh ishte Facebooku dhe nuk e di Nisma Thurje, kishte edhe disa faqe tjera. Pastaj sot nuk e di çfarë konsumon brezi, po më tepër është tek formati Instagramit, edhe është tek Lolita, nuk e di jeta o shqef. E mirë, se ndryshimi mes tyre është Lolita është grup, kurse lëvizja Nisma Thurje më fal është ka qenë grup aktivist, më sa di. Po, pra, okay, domethënë Nëse janë çik dy platforma ndryshme, sepse Lolita për shembull është për qefin e vet, edhe kushdo mund të bashkohet, domethënë që të japë një kontribut, kurse mamën e Nisma Thurje kanë qenë gjithmonë me atë frymën që të japim diçka, të bëjmë diçka, apo. Po, domethënë edhe ku doja të dilja tani, pra këta kisha në radar, le të themi, edhe aty u bashkova natyrshëm. Edhe e kapa pak veten që bëra një gabim, se ideja është të bashkohemi të gjithë, jemi ne, domethënë ne të rinjt, me mentalitet të ri, me që nuk duam korrupsionin, i dim ku janë problemet në Shqipëri. Kemi gjithashtu një epërsi morale ndaj PS-s, PD-s, të gjithëve që kanë qenë në pushtet. Pra kjo është forca jonë më e madhe. Kemi ai përshtim. Shikoj, nga ana filozofike për shembull, nga ana filozofike, Arjan Çuri që vetë Teçani për shembull do thoshte ju se keni provuar, kështu që nuk mund ta dini. Po, se këtë kemi probleme jo, më kuptoj ku e kam, nuk e kam tek ti personalisht, nuk kam si fenomen e gjë, ne jemi një popull, kemi trust issues o plak, e kupton, ta bëjmë si meme, ne jemi vërtet popull paranojak, që kemi mungesë besimit seksuar në çdo lloj individi, edhe shumë njerëz për shembull gjithmonë kanë të pjesën që ata janë të rinj, jo janë të pakorruptuar, por janë të pakorruptuar se si ka vajtur rasti, po ti biri rasti, do bëjnë kështu, do bëjnë ashtu. Ishte dikush që komentoi domethënë para disa episodesh kur është nxjerr ajo me Arlind Qorin, me Brunildën tuaj nuk kishim pothuajse asnjë koment negativ, por me ata Arlind Qorin e kishim që jo, po ky nuk është korruptuar, por kur të vi ky do jetë edhe më keq se ata. E kupton? Kështu lloj populli jemi ne. Tani ideja është si luftohet kjo, si mbushet mendja e tij. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe njerëzit deri diku as nuk kanë faj, pra se po të shohim Aleancën Kuqezi, po të shohim sfidën për Shqipërinë. Pra kemi pasur në historikun ton më të ri në Shqipëri, në historinë politike, në 10 vitet e fundit, ose më shumë, pra lëvizjet të reja që kishin lindur shumë shpejt, edhe kishin frymëzuar njerëzit shumë shpejt, edhe pasaj, domethënë u dëshmuan që ishin, pra kanë abuzuar me besimin ton. Pasaj edhe sfida për Shqipërinë, le të themi edhe Gjergj Bojaxhiun, pra unë e konsideroj veten time, domethënë të zhgënjur nga të gjithë këta, se edhe unë deri diku i përkraja, pra për mua të paktën më duken si njerëz që po sillen diçka të re në politikën shqiptare, por na zhgënjyen. Pra natyrisht që njerëzit do kenë pasaj këto probleme besimi, pasaj si zgjidhet kjo. Unë besoj që Nisma ka marrë një rrugëtim shumë të mirë, pra ata u futën për të qëndruar në politikën shqiptare. Pra, pas le të themi se edhe mund të quhet dështim viti 2021 zgjedhjet për Nisma Thurjen, por ne jemi akoma këtu. Pra, kjo më pëlqen te Nisma Thurja, duhet një farë lloj konsistence. Duhet konsistencë dhe persistencë, ose këmbgulje në shqip. Ty është këmbgulës, normalisht. Podcastin tënd, për shembull. Ke filluar tek episodi 1. Ke nxjerr episodin 69, shumë bukur. Pra, kjo është konsistenca. Edhe unë fare mirë ty mund të shoh për shembull pas disa vitesh si, domethënë, një platformë 10 fish më të madhe, me një audiencë 10 fish më të madhe se ç'ke tani për shembull. Klum goja. Klop pa hoz.
Kështu që duhet konsistencë. Një, pastaj nuk e di, pra duhet tregosh edhe, si më thën, profesionist, duhet të dëshmohesh në shumë aspekte, edhe unë jam relativisht i ri në politikë edhe nuk e di, kam idetë e mia. Po kjo duhet pra, shikom, këtë mos mundohet ta justifikosh se je i ri në politikë. Gjithë kanë qenë të ri në politikë. Ideja është kjo pjesa e dytë që vjen nga mbrapa, që ke idetë tua, kjo është gjë e mirë. Ti je i ri në politikë, ç'është politika më valla. Unë vëre re këtë, jo po s'është politikan, jo po kështu, jo po ai ka mbaruar për politikë, jo po ka mbaruar për diplomaci, jo po ka bërë të shkollë. Nuk nënkupton asnjë lloj gjëje. Nuk duhet të kesh studiuar shkenca politike që ti jesh politikan i mirë. Jo, ti mund të jesh manipulues i mirë sepse ti e di se si funksionon sistemi mbase. Po zakonisht politikan të mirë ka qenë dikush që ka një lloj ndërtimi, po më shumë se sa përfaqësohet nga ky ndërtim, përfaqësohet ka ato idetë veta që do t'i çojë përpara. Kjo është. Po problemi që shiko, një problem kolosal në Shqipëri është sepse ne nuk kemi parti të vogla të djathta. Ose, e thënë ndryshe, me qartë, jo se s'kemi të vogla të djathta, po kemi kështu remnants of the past, ne kemi disa relike që aty kanë ngelur aty, i shikojmë për shembull der Dashej, gjithë e duan Dashej. Dashamir Sej është personi më i dashur nga të gjithë. Po Dashamir Sej është më i vjetër se sa shteti shqiptar në plak, kupton? Dashamir Sej ka lindur me Jezusin, nuk bëhen këto gjëra tash, duhet të krijohet një çik të vinë çik gjakuri të ndryshojnë çdo lloj gjëje. Unë për shembull nga gjithë personat që kanë pasur tash më vjen keq për vetëm një fakt sepse jam shumë i zgënjur për sa i përket anës së djathtë, sepse nuk ka zero përfaqësim, domethënë. Përfaqësimi i anës së djathtë, atë të flasim për djathtën politike, shteti i vogël, ekonomia e lirë, etj. Këto lloj gjërash. Nuk ka përfaqësim, ka përfaqësimin zero. Ana e Majtë ka përfaqësimin shumë të mirë politikë të vogla. Ana e Majta qendrore që është nisma thurje, ose le të themi pak Majtas, edhe Majta me kasë pastaj siç është lëvizja bashk. Pavarësisht se ata tani ndryshojnë. Unë e vura re se Alindi është shumë i përgatitur dhe mua më vjen shumë mirë që është shumë i përgatitur dhe është gjithmonë zanft, i thonë gjermanët. Në kohë të zgjedhjeve është gjithmonë shumë i butë. Po mamanja sa kalon zgjedhjet do kthehet prapë tek ajo radikalizmi vetë. Që është okay, ai për të paktën çan pëlqen mua, ai të paktën ka ideal. Me atë mund të grinde, mund të pas sepse ai ka ideal të paktën. Ai ka diçka në mendje. Tjetër gjë nëse unë nuk përputhem me këtë, ose në shembujt e nismës thurje për shembull që janë gjithmonë pragmatist, ka një njerëz që merret me këtë, ka një njerëz që merret me atë, nuk janë njerëz pa lidhje fare. Mua më pëlqeu edhe Klaudja ditëm tha që këto janë disa gjëra që ne kemi menduar. Edhe kur unë bëra pyetjen për sa i përket stat planu, për sa i përket urbanistikës edhe planifikimit urban, thashë që unë duhet kam interes sepse jam marr vetë me këtë punë, unë kam pasur formimin dhe të përgjithshëm, se unë kam pasur diku te 12 module në universitet për sa i përket planifikimit urban edhe rrugor. Ne thashë kjo më gjë më intereson, edhe në disa sekonda domethënë e gjeti dikë që ishte pjesë e komunitetit. Nuk e ke këtë në as te binja demokratike apo mos të fillojmë tash të kafemi me emra se nuk është dhe shumë fair ndaj atyre të tjerëve, por që kjo është një hap i mirë. Hapi që duhet jemi një çik pragmatist. Le të përderisa ti je aty dhe unë jam këtu, do të thotë diçka, do të thotë që ai shtet nuk i do njerëzit që mendojnë ndryshe deri diku. E kupton? Jo vetëm nuk i do, i nxjerr jashtë, i bën të ikin. Në situacion e kohën e Enverit, atëherë të paktën i thoshte direkt, a jeni disidente, do ju vrasim se jeni të shkolluar, keni mendim ndryshe, dhe pastaj i zhduki komplet që ishin zgjuar dhe krijoi nga hiçi një klasë tjetër të re inxhinierësh, por inxhinierësh ishin të indoktrinuar, inxhinierë shembull, se gjithashtu ishin. Gjithë ata që krijuan ishin të indoktrinuar. Megjithëse ajo është double-edged sword, ajo të kthehet mbrapsht, sa do ta kontrollosh, nuk mund ta kontrollosh për gjithë jetën. Më ndoj se njëta gjë po ndodh tani. Më fal. Njëta gjë po ndodh tash për faktin se çfarë po bëjnë ta. Çfarë janë mjek, inxhiniera XY drejt shejtan, çfarë me ka një lloj fare standardi, domethënë ose të politizuar. Pikërisht. Çfarë kanë një lloj standardi ose le të themi që kanë një lloj ambicie. Se tjetër gjë të dalësh me nota të mira, tjetër gjë është të kesh ambicie. Ambicia është më e rëndësishme. Këta i ikin.
Sepse këta nuk janë të pakontrollueshëm. Nuk mund të kontrollosh dikë që ka ambicie të çajë në jetë, është i pakontrollueshëm ai njeri. Edhe çfarë bëjnë, politizojnë këta të tjerët që janë okay me atë rrogën e tyre, thjesht duan të mediocre të dalin deri në fund të muajit, edhe normalisht mbajnë vetëm të, këta numri i këtyre, domethënë përqindja e këtyre rritet, numri i njëjtë është, po thjesht rritet përqindja se ikin këta të tjerët. Edhe është njëta gjë që ndodh atëherë, thjesht po krijon një lloj klasë të re që është indoktrinuar, që është e varur 100% nga shteti. Jemi një nga shtetet në Europë, edhe në Ballkan më hamendë që kemi administratër më të mëdha. Ashtu është. A kemi nuk e di, po aty kanë hambarin e votës, aty kanë, domethënë është hera e parë që un po merrem me intensivisht, pra jam brenda një fushate zgjedhore për një subjekt zgjedhor, edhe po shoh kundërshtarët që përdorin thënë në anglisht thon every trick in the book. Pra ata në buk, në mbas librit, para librit, në tavolinë çdo gjë. Pra shkenca vetëm në Shqipëri është se si të nxjerrim sa më shumë vota në mënyrë domethënë me dallaveret sa më të ndryshme. Kam dëgjuar për shembull, pra ujësjellsi për çfarë shërben në Shqipëri, ujësjellsi shërben sektori i sjellsit ka shumë, për shembull, është një zë në, si më thënë, në faturat, buxheti, nuk e di si quhet. Po. Uji i patarifuar. Pra uji që këta thon humbet në rrjet. Pra kemi rrjetin e dobët edhe humbet në rrjet. Kjo shërben në fakt për lehtësimin e disa bizneseve. Pra ju thon bizneset, shiko, mos e paguani më ujin për, nuk e di, ose ju afalim faturat e ujit se e llogarisim si uji i humbur në rrjet. Pra deri aty ka vajt puna, domethënë është super interesante, pra duhet tamam të futesh një herë. Kjo është kriminale, nuk është interesante plot. Kjo është tejet kriminale, kjo është thyrje e ligjit në kuptim drejt për drejt. Krimi sofistikuar është interesant. Është shumë interesant. Kjo që nga domethënë jo, problematika që shoh në Francë, domethënë se dua të diskutojmë çka të pjesën e planifikimit urban të Tiranës, me që ajo është tema kryesore. Po parafund atje ideja është që këtë shikojmë më të vështirë unë. Në qoftë se nesër pas nesër do dali domethënë një parti me gjak të ri komplet që të jetë ku diçka konservatore ose neo-tradicionale, le të themi. Ma ka mësuar Dario Haruni që kam pasur te episodi 64-të. Edhe është vërtet një term i bukur. Nëse do dilte nesër pas nesër një parti e djathtë neo-tradicionale, për shembull, normalisht nuk do mbështesja as nismë thuri, as lëvizjen bashkë, sepse ajo më paraqet mua. Po të paktën do kishim një diskurs bashkë, do kishim një lloj diskutimi, e kupton, do përputheshim, do shkëmbenim ide. Me këta nuk shkëmben atë ide valla, me ta vetëm pazare mund të bësh, e kupton? Fiks, jo, edhe mua për shembull do më bëhej qefi, po të kishte një e djathtë të re në Shqipëri, e djathtë të qendrës, sepse unë nuk e kam problemin me, si më thënë, se kjo është pasuria e demokracisë. Të kesh edhe të majtën edhe të djathtën. Po me një të djathtë të re, edhe një e majtë e re mund të diskutonte me një kulturë ndryshe. Pra, ne nuk do bënim sulme ad hominem, pra ndaj njeriu, ndaj personit, shive si ka flokët, shive si është vesh, shive lidhjet familjare, domethënë, por ne do të merreshim me thelbin që tjetri thot. Edhe kjo është domethënë të bënim çik debat politik e burr, të bënim një çik ideologji politike, se jemi vetëm post politike, jo vodhi beri, korruptou, skorruptoi. Asnjë asnjë lloj politike ekonomike, asnjë lloj politike taksash, asnjë lloj politike sociale, asnjë gjë nuk diskuton njeri për to. Kjo më duket show, pra gjithçka jemi si në Afrikë. Show. Tani e di çfarë më pengon mua, për shembull, opinioni nga Blendi Fevziu. Edhe ai është një mamuth aty, po të marrësh opinionin, e kam vënë re, po të marrësh episodet, për shembull, vitet e para, nuk e di, kishte edhe debatin Nano Berisha. Nano Berisha, që i pari dhe i vetmi. Kishte edhe debate, domethënë, shumë përmbajtësore. Pra, ato që kërkojmë ne sot. Pastaj, në një moment edhe Blendi aty, se kur je në një punë për një kohë të gjatë, edhe si më thënë abuzon edhe me pozitën që ke Blendi, nuk e di. Unë kam qenë edhe aktivist i vetëvendosjes këtu në Vjenë, deri kur e morën pushtetin, pastaj nuk u mora më. Por, pra u mora shumë edhe me politikën e Kosovës, edhe është, nuk e di, është si nata me ditën.
aty ke debate politike në Kosovë. Pra, nga gjërat më elementare është që të lesh tjetrin të përfundoj një mendim. Flet njëri, mbaron, flet tjetri, pra shpalosin mendimet e tyre edhe nuk e ndërpresin njëri tjetrin. Është kaq elementare, nuk e di. Edhe Shiko, ti e thua këtë, edhe unë njëtin mendim kam qenë. Zhurmuesi më i madh. Pra ai kërkon zhurmën, ai kërkon show-n, ai nuk e di më. Nuk e di çfarë roli ka aty. Është clickbait ai plak. Ai duhet jetë interesante. Po ne jemi popull show-i plak. Po ne jemi popull që e duam atë lloj gjëje. Ne jemi popull që kemi qef show-in, kemi qef kur shikoj njerëz të zihen. Zoti mua, shikova po bërtasin po bën. Unë dua që të jemi popull që të merremi me sporte, që të merremi me hobi, që të merremi me gjëra që neve na përmbushin vetë. Tash e pesa ishte radha për biletat e Big Brotherit për Luizin. Ishte me kilometra plako, kupton? Unë e di, ty të lumë të goja dhe fjala jote në vesh të Zotit kur i thon pleqt, inshallah ashtu u bëft. Po me këtë situatë që jemi për momentin duhet të jemi një çik pragmatista nga ana që do të luajmë këto letra që kemi. Letrat që kemi janë këto. Po për sa i përket pjesës së Kosovës, shikoj edhe unë shumë mendoja. Po kemi një mikesh të mirë që është gazetare nga Tirana, po punon në Kosovë, që merret normalisht me politikën e brendshme kosovare, Alisa Bravo, përshëndesim Alisën. Jo, plako është shqiptar jemi. Ne me ndër muhabetit jemi një më nga fillimi deri në fund, se unë kam vënë në ca debate dhe atje, janë shumë nga këto që thua ti që e respektojnë mendimin në njëri tjetrit, flasin mirë. Unë kam parë disa gjëra. Ke parë mban atë emisionin e famshëm me Artan Lamen dhe Fevziun, që thot pushoaj. Edhe kjo ishte i gjithë emisioni ashtu. Është po shikon ishte të shtata e ka ai kanali. Gjithsesi. Po tani të shtatë është një fenomen i ri. Normalisht. Gjithsesi po bën një farë llojbuje. Çfarë ndodh në Shqipëri me këtë pjesën është që më ka humbur besimi tek ajo, no? Nuk më ka humbur besimi tek kjo pjesa që vet do bëhen apo jemi kështu që duam, nuk e duam njerëz të zgjuar plako, sepse nga ajo fenomeni që thamë që parë që kanë ikur. Sepse ata që kanë që i donin, ata kanë ikur, kanë krijuar diçka të tyre. Ne nuk i duam njerëzit, e kupton. Ne edhe ndonjëherë disa persona që të duket sikur mbështesin, në të vërtetë nuk mbështesin. Thënë në emër të apo unë do të them Francit diçka, sepse unë të dua të mirën Franc, prandaj meqense unë të dua të mirën, unë mund të them çfarë ndoj trapi mua, domethënë. Mund ta lëshoj gojën, mund të shaj, mund të fyej, mund të them je i keq, por unë e bëj këtë vetëm sepse unë të dua të mirën dhe të dua që ti të ndryshosh. Kupton, kjo është mentaliteti toksik shqiptar që unë jam njeri i mirë dhe të dua të mirën, edhe për këtë arsye mua më lejohet çdo gjë. Është ajo shpreha e vjetër që kush të rrejë të do, e kupton? Është akoma ajo paranoja e fëmijërisë, që është ajo mentaliteti i vjetër domethënë. Dhe këtë e kemi shumë të keqe në Shqipëri, se edhe çdo individ që mendoj të nxjerrë diçka të re, do i gjetë një kritik, domethënë. Që ti do të bësh diçka të mirë, jo po pse s'bër edhe këtë, kupton? Ti do planifikosh 2 rrugë në Tiranë. Po pse këtë rrugën pse nuk e bëre ti? Nuk ishte aq e rëndësishme kjo rruga sa këto 3 rrugët e tjera? It's never enough plako, janë të fokusuar vetëm te drama. Jemi popull show-i, prandaj ecin këto trash TV siç janë drejt për puthën e Big Brother. Ne jemi popull show-i. Ideja është si ta monetizojmë ne, si ta përdorim ne që duam diçka ndryshe këtë gjë. Ideja është si ta përdorim të show-in, ta kthesh në diçka tjetër që të përfitosh edhe nga ana ideologjike, edhe nga ana politike, edhe nga ana inovatore. E kupton, nëse ti do të sjellësh një ide tënde për shkakun që po e studion dhe që e ke përgatitur, ideja është që duhet të kesh parasysh që gjithkohës jemi popull show-i. Kështu që është kjo brokoli që duhet paketuar si karamele për shqiptarët edhe t'ja japësh, ndryshe nuk e prek me dorë, e kupton. Po, kjo është sfidë e madhe, është unë e mendova gjithmonë nga ana tjetër, pra unë e mendova gjithmonë që shiko, unë do eci me idetë e mia, parimet e mia, edhe le të filloj me një numër të vogël ndjekësish që përmes konsistencës që përmendëm më parë, ky numër i ndjekësish rriten edhe emancipohen, pra si lëvizje e re që jemi, besoj që jemi më tepër tek emancipimi i njerëzve,
normalisht po të ecim me këtë mënyrë që thua ti, pra që këtë të shfrytëzojmë këtë, nuk e di, këtë kulturën në Shqipëri e të bërit politik përmes showt, nuk më duket afatgjate. Jo, ta shfrytëzojmë thash. Unë po them, po kjo nuk vlen vetëm për nismë thurje, domethënë, kjo vlen edhe për mua, sepse unë nuk kam atë platformë atje ku dua. Unë shikoj e njëjtë të vetja atë për shembull, sepse unë nuk merrem me këtë. Po të tregojën direct message në Instagram për gjëra, domethënë kur nga shkojmë ju po pse s'bën ti për përputhen, po pse s'bën për Donalin e Big Brotherit, tani pse s'bën për Luizin, se këto shisën plako do marrësh klikime, plako do bëhesh shumë i famshëm. E kupton, mund t'i bëja ato, po s'kam interes, më duken idiotësira. Janë thjesht, domethënë gjëra që unë nuk kam interesin, sepse mua më duken, okay, edhe nëse dy veta dëgjojnë të është boring për ty, tani më fal, domethënë ky jam, nuk është jam më i mirë në jetën e përditshme, domethënë nuk është se po bëjmë në një lloj far aktrimi. Po edhe kjo është mënyrë e gabuar, mendoj, se edhe unë kam gabim dhe ata e kanë gabim, kupton, diçka në mes është ajo e dura. Nuk mund të bësh, nuk mund të sakrifikosh idealin tënd për të bërë i famshëm, se ajo është gabimi më i madh numër 1. Aty mbaron si njeri. Aty vdes qenia jote nëse ti sakrifikon. Aty fillon korruptimi, domethënë se vdes qenia jote nëse ti bën idealin. Por në të njëjtën kohë nuk mund të mbash edhe idealin deri në vetë shkatrim. Se pastaj ideali jot nuk arrin të mbijetojë dhe nuk do përcillet në botë. Kështu që ideja është që edhe unë jam duke e studiuar të pjesën që si të përdorim këtë veglën për këtë qëllimin. E kupton? Si kam gjetur akoma, kur ta gjej do ta them me ty pës. Kjo ka ndodhur për shembull në një rafsh tjetër, për shembull në rafshin e identifikimit tim politik, se unë në fillimet e mia isha i majt, isha aty ku është Lëvizja Bashk tani le të zëm. Në mos edhe më i majt, pra nuk është turp ta them për shembull anarkizmi, edhe se për shembull anarkizmi ka shumë drejtime edhe mund të bëhet për shembull me internetin për shembull. Pra të heqim autoritetin, po jo ligjin, se anarkizmi keq kuptohet për shembull me mos prezencën e ligjit. Po aty nuk jam më, edhe me kalimin e kohës jam këtu ku jam, pra jam qendër e majt, edhe jam goxha rehat. Pra ishte kjo, pra duhet ikja nga idealizmi i tepërt, po edhe të bëhesha komplet qendër, se edhe mua qendra më pengon, se qendra për mua është pra populizëm, shumë pragmatizëm. Pra ne jemi, besoj edhe nismë thurje edhe unë personalisht, jemi te kjo që përmendet ti tani, jemi diku në mes. Pra mundohemi të jemi aty, të jemi një, nuk e di. Është pozicioni mirë ti është në mes, nëse ti ta luash lojën mirë në mes je kingmaker, je vendosës më vonë. Nëse më vonë do ketë Lëvizja Bashkë, nëse do dalë edhe një parti që është djathtë, do bëjmë kur të bëjmë betejat politike, normalisht qendra do vendos kush e formon koalicionin, kështu që ajo, shikoj, nuk është pozicion i keq, përkundrazi. E ne kemi diskutuar edhe në spesat e Lolitës edhe në shumë vende të tjera, për shembull, dhe ideja, dëshira është ne nuk jemi budallënjë, se ne dimë që as Lëvizja Bashkë as nisma thurje nuk do jenë në mazhorancë, kupton. Ne nuk fluturojmë me presh kur i thon populli. Thjesht duam që të ketë 2, 3, 4, ja 5 deputet që të bëjnë çka të balanci, që nëse merren vendime, domethënë të jetë një farë lloji shkëmbimi që jo, do bëjmë këtë. Nëse ti do këtë nga mua, domethënë që të marrësh mazhorancën, do bëhet kjo gjë, ndryshe s'funksionon. Ideja është me këtë sistem ata i kanë vënë vulën që s'ka shanse fare, pa ndryshuar sistemi vllai. Un kam shumë shpresa që kësaj radhe të futemi në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Aty po ta marrësh për shembull atë grafikën e ulcëve në një parlament për shembull, ke PD-n, ke PS-n, edhe pastaj ne të bëhemi si pyk, pra të çajmë këto dy partitë e vjetra, edhe të sigurohemi të mos ketë asnjëra shumicën. Edhe kjo ishte e bukur gjithmonë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, se u mora një ditë pash si më thënësishën raportet e mazhorancës e këto. Kryetari nuk e kishte gjithmonë shumicën e Këshillit Bashkiak. Pra, imagjino, para vitit 2019,
këshilli ishte pra me mazhorancë jo të kryetarit, pastaj gjithmonë edhe sa herë që u ndruan, pra u bë pastaj Lulbasha edhe ai nuk e kishte shumicën në Këshillin Bashkiak. Po. U bë Erion Veliaj për herë të parë, nuk e kishte shumicën në Këshillin Bashkiak. Pra kjo është e shëndetshme. Kjo është e shëndetshme. Normalisht. Pra ne kemi bërë një regres të madh pas vitit 2019 ku pra e dim ç'a ndodhi, PD-ja nuk u fut në zgjedhjet vendore, bëri atë që bëri, gafën e madhe. Pra këtu ka filluar regresi në përfaqësim, se Këshilli Bashkiak është përfaqësim. Edhe kjo kriza, si më thën, unë e shoh si krizë përfaqësimi këtë që njerëzit duan të shkojnë me fituesin, pra si më thën, duan të shkojnë me Luizin. Por ajo është ignorancë, pra këtë po them. Duan të shkojnë me PS-n, po pra kjo është problemi, pra Luizin mund ta marrësh, okay, shko pas Luizit, por jepja Luizit ekzekutivin. Po Luizit mos e jep përfaqësimin, kupton? Po pikërisht, po shiko, unë e kuptoj që ti je më i sjellshëm, e kupton, edhe janë ca gjëra që ti nuk i thuaj dot, për këtë arsye ja ka persona si puna ime, se mua nuk më intereson shumë dhe unë i them se jemi ignorant të plak, jemi të paditur, nuk e dim se çfarë do të thotë, domethënë. Shiko, nga ana psikologjike, fara më e rrezikshme e njeriu është ajo fara që thotë jam me fituesin. Kupton? Se është klientelizmi, është ajo LSI-ja e Ilir Metës, është ai lloj individi që nuk ka asnjë lloj parimi, nuk ka spin, nuk ka shpirt, nuk ka asnjë lloj gjë, nuk ka kurriz. E kupton? Edhe do ikësh, unë jam me atë që fiton. Larg atyre lloj individëve. Nëse je po shikon një ndeshje futbolli me dikë dhe ai robi thotë jam me atë që fiton, mos shiko më ndeshje futbolli me atë njeri. Ai njeri nuk është njeri i dur, e kupton? Ose thoj mos shif, plak nuk shoh, ose nuk më pëlqen asnjëra, ose të ndeshje me këtë, të ndeshje me atë. Keni një mendim drejtë. Po duhet të ketë një mendim robi ç'është kjo me atë që fitojnë. Me të që fitojnë, ai, domethënë ajo është definicioni i të qenit dele, definicioni i njeriu që nuk ka asnjë lloj mendimi të pavarur, që është gjatë gjithë kohës duke ndjekur verbërisht kushdo që të vijë aty sipër, domethënë. Klasa më e rrezikshme e njerëzimit ajo është. Tifoz lëku. Sepse këto shndërrohen në turma, shumë thjesht, janë të thjesht, shumë të malleable, janë të manipulueshëm gjatë gjithë kohës dhe këta janë vërtet shumë të rrezikshëm, sepse këto lloj shtresash njerëzimi janë përdorur nga çdo lloj politikani për të ndezur revolucione të qëna e të paqena, për të shkatruar mira jetë edhe për të vrarë e të persekutuar me gulage, me kampe përqendrime të tjerë. Pikërisht kjo lloj shtresa e njerëzve është përdorur, sepse janë thjesht të manipulueshëm. Me këta njerëz mund të bësh edhe për shembull akrobacira mendore, se për shembull të marrësh ata që janë me PD-n verbërisht. Ore, Ilir Meta, ata e kanë shar Ilir Metën. Tani janë me Ilir Metën. Po do votojnë partinë e Ilir Metës. Pra, me këta njerëz mund të bësh çfarë të duash. Është shumë e vërtetë. Janë dele, po janë, shiko, gjithë në Shqipëri ato lloj parimi kanë. Edhe këta kanë të drejtë vote, që nuk është diçka e keqe të kesh drejtë vote, po nuk e di, prandaj jemi edhe tek kjo, tek emancipimi. Jemi edhe duhet është kjo që thuati, duhet gjetur mënyrë për të emancipuar, duhet gjetur një mënyrë, nuk e di, më atraktive, më tërheqëse për të. E di çfarë do të bëhet plako, mendoj do të bëjmë këto që bëjnë këto, shtrasin klepa këta green movement o budalliqe që janë. Aktivistët për Pikërisht unë jam kundër fare, se mua më duket idioci komplet, por më pëlqen mënyra e bën ata, sepse ata pushtojnë vëmendjen. Pushtojnë hapësirën publike, Ata pushtojnë hapësirën publike, domethënë, edhe normalisht atyre nuk ka për të funksionuar në konceptin afatgjat, sepse ajo nuk është feasible, nuk është diçka që thjesht nuk është e bëshme ashtu siç e kërkojnë ata. Por në qoftë mendoj se në rastin e Shqipërisë do jetë e bëshme, se ne nuk po kërkojmë këto gjëra që kërkojnë ata. Ne nuk po kërkojmë gjëra abstrakte, ne kërkojmë gjëra reale. Kështu që nëse në çfarë do lloj mënyre një organizat, domethënë, ku dëgjon, ore zëm të bëhet lëvizja bashkë, Nisma Thurje, Buçi Podcast, Lolita, Jeta Oshqef, to mblidhen gjithë bashkë, domethënë do pushtojnë hapësirën publike në një mënyrë që nuk është para asnjëherë përpara, është thjesht çështje kohe. Sepse këtë kemi një problem, janë se ato thuprat e Skënderbeut, e kupton? Edhe një gjë që nuk na ka pëlqyer e ka bërë dhe administratori i Lolitës në
në pyetjet e veta, edhe unë e kam bërë disa herë, por nuk jam dashur të zgjatem ose të përsëritem shumë herë. Unë nuk e kuptoj pse partitë e vogla nuk bashkohen bashkë, sepse pavarësisht se unë nuk përfaqësohem nga Gjetë e Majta, unë do votoja 100 herë për një koalicion të tillë vetëm e vetëm që të vëjtit do thoshin shikoj, çfarë do bëjmë ne do mblidhemi të gjithë bashkë tash. Pra do i hedhim ta. Edhe kur ti hedhim ta, atëherë mund të vazhdojmë betejë të shëndetshme politike me njëri tjetrin për idealet tona. E kupton? Po hajde të hedhim njërë, domethënë hajde ta heqim njërë kancerin shoqëror me rënjë, ta marrim, ta hedhim në kosh, edhe kur trupi të jetë i shëndetshëm, atëherë mund të bëjmë këto betejat e tjera që trupi të jetë i aftë i përballoj, sepse trupi me këtë sistem, trupi është shteti në këtë rast ose populli, është aq i dëmtuar, është aq pa buks, është aq me pamundësi, me mungesa financiare, saqë nuk e ka luksin të dëgjoj Francin apo të dëgjoj Bleonin që thonë jo po ideja politike, e kupton? Ai e di ti tani për shkakun që të ngjoj njëri mua që flas të ti e budallati apo bën vetëm. Ne nuk mund ta del rroga deri në fund muajit, ti më thoj mua ideali politik. Edhe ideja është aty duhet të hiqet ky kanceri politik që janë partitë e vjetra. Rritet pak mirëqenie, në momentin që ke pak më shumë mirëqenie, ke më shumë kohë të lirë, kushton më shumë rëndësi kohë vetes, se të kushtosh rëndësi kohë vetes, themi drejtën, më shumë herë përkthehet nga ana politike, sepse ti kërkon gjëra nga vetja. Ja disa gjëra pastaj që kupton që jo, po këto unë si mund të bëj dot vet, kështu që ja kërkon shtetit. Është një independencë politike, është një mendim privat, një mendim i pavarur që të krijon. Se di, këto zgjedhje juve, domethënë nuk jeni bashkuar me asnjëri, as ata të tjerë që janë bashkuar. Domethënë nuk jeni bashkuar partitë e vogla. Se nuk e di domethënë pse është kështu qëllimi, ma mënyrë që unë jam i sigurt që nëse do ishte bashkuar të gjitha, domethënë literalisht të gjitha të voglat bashkë, edhe mund të kishin nxjerrin kandidat. Edhe mund ta kishin fituar. Edhe nuk është as pak qesharake. Domethënë mendoj se mund të ishte diçka vërtet e fuqishme. Po, domethënë shiko se edhe nga që votuesit i kemi pak a shumë të njëjtë. Pra kemi një votues të shkolluar në radhë të parë që jeton në zona urbane edhe që është i ri. Edhe për shkak se është i shkolluar ka edhe një profesion që nuk varet, si më thënë, jo në shtet ose nuk varet, pra profesionin e vet nuk e ka marrë nga partia, nuk e ka borxh askujt, pra është aty ku është me forcat e veta. Pra një person i ri, i lirë, aty ku është me forcat e veta. Pra ky është votuesi edhe i Nisma Thurjes, edhe i Lëvizjes Bashk. Mendoj unë. Edhe shumë njerëz edhe i shoh në komente, thonë pse nuk bëheni bashk me ata. Nuk e di. Por jo të formoni një parti, thjesht në koalicion valla. Jo, po edhe domethënë statusi i Lëvizjes Bashk nga që më duket u regjistruan në janar si parti ishte e paqartë. Pra nuk e di. Ishte e paqartë, nuk e di. Por nuk e di tamam si është puna, por më duket kur Nisma Thurje vjet bëri një aksion për riemërtimin e sheshit Avni Rustemi në sheshin Fanoli, pra për t'i dhënë Fanolit me gjithë këtë kontribut që ka bërë një hapësirë më të madhe në hapësirën publike në Tiranë. Arlin Qori shkruajti një, nuk e di, një artikull diçka të tillë, edhe nuk na përmendi me fjalët më të mira, le të themi kështu. Tani nuk e di a ishte kjo arsyeja, nuk e di a janë egot e njerëzve na elaborojnë çik këtë, pa përmendur emrat. Thjesht na elaborojnë çik këtë, se kjo gjë interesante për këtë pjesën e sheshit, domethënë. Po. Tani u quajtëm një skot, nuk e di, një emër që se para përdor, se para kam dëgjuar, por nuk e di. Një emër jo i këndshëm. Ja, edhe mund të ta gjej po desh. Ma gjej, se është që nga vërtet shumë interesante. Pra, këtu edhe thash me veten, okay, mund të na kritikosh, po mos na kritiko ad hominem, siç thash që parë. Mos na kritiko në personin ton. Pra, kjo mund duke pa drejt. Edhe nuk e di a është kjo arsyeja, a ka arsye të tjera, a është thjesht fakti që ata ishte pa qartë që u regjistruan në zgjedhje deri në momentin e fundit.
Po. A vjen Rustemi, a është ai filani që vrau e sot pas Toptan? Po. Se cili po mirë, prandaj nuk duan ata ta heqin, e kupton se nga krau vet, prandaj. Jo, ne nuk kemi kundër Avenue Rustemit. Ne ishim për t'i dhënë Fanolit. E di, jo, janë ata me Avenue Rustemin, se është ideologjia në mes. Shi, qa bëj. Po këto janë gjëra të bukura. Ti blon ti i pren këto? Jo. Nuk do të them që do t'i presësh, kupton, po thjesht. Jo. Ka gjet prandaj. S'ka problem, jo. Kemi kohë, do të dëgjoj njerëz çfarë të bëjnë. Pastaj flas unë mos më mbyllet goja, kështu që. Jo, unë kam qejf se ka debate të tilla për shkakun sepse këto mund të duken edhe si gjëra të vogla për shkakun, po në të vërtetë këto janë pasyra më mirë për thelbin partijak, thelbin ideologjik. Unë besoj që këto duhen përmendur se kur folëm që parë për, nuk e di, për të bashkuar për këtë kulturën e re të diskutimit e partive të reja. Pra, kur flasim për këtë, duhet i themi edhe këto që shiko, kjo nuk funksionoi për shembull. Pra, na quajti Scott Dallkaukësh. Nuk e di. Pra, kishte në jarga përveç Scott Dallkauk, mirë se është e diun se është një çik kështu ai. Pra, shiko, ishte komplet e panevojshme. Pra, mund të ishte marrë me thelbin, edhe do ishte shumë bukur. Pra, fare mirë, edhe ne besoj që do ishin përgjigjur atëherë, se unë atëherë nuk isha në nismaturje. Por janë këto gjëra që, si më thën, po ta lëndosh tjetrin, kupton, po fillove kështu me këto gjëra, pastaj nuk e di a ja vlen, kupton. Pra, të fyesh ka dy mendime për këtë. Të fyesh egon e tjetrit, kupton. Ka dy mendime për këtë. Edhe unë nuk e di ku jam për momentin. Për një pjesë të madhe kam qenë në kësaj situacie që nuk ka nevojë pse futesh personale. Nuk ka, domethënë ajo është thjesht e pa drejtë të fillosh të bësh ofendime personale. Por në spesat me miqtë e mi të Lolitës edhe shumë të tjerë ka kaluar gjithmonë personale, domethënë edhe disa nga njerëzit që unë respektoj më shumë në atë grup, për shembull, më ka thënë që nëse do bësh debate, shumë e vështirë ti shmangesh disa gjërave që mund të jenë personale, aktivisht, pasivisht, aty në buzë, edgi, e kupton që nuk e di ta ndash mirë, domethënë, janë, but not really, but yes really, e kupton, kështu që janë disa gjëra që nëse ka debat, nëse ka për plasje idealesh, domethënë, këtyre gjërave nuk i shmangesh dot dhe duhet të bëhesh i ftohtë. Tani Bleoni idealist thot jo. Sepse në qoftë se ideja jote është e saktë, atëherë do kesh një mënyrë që idenë tënde ta përcjellësh edhe pa kaluar në ofendim personal. Kurse Bleoni pragmatist thotë që but it makes sense. It's the fastest way. Është rruga më e thjeshtë, domethënë që e denigron tjetrin, kështu që këtë do e vlerësoj koha. Unë do kisha shumë dëshirë që të ishim tek pjesa idealiste, që në qoftë se ti ke vërtet diçka të brenda vetes, nëse ti ke një ideal, domethënë unë mendoj që idetë që janë fundamentalisht të mira nuk ka nevojë për të mbrojtur me thika me help, e kupton, mjafton të luftosh me mjetet barabarta, nëse ke të drejtë do fitosh. Jo të gjithë njerëzit mendojnë kështu, prandaj ne jemi gjithmonë të gjithë kohës duke debatuar me njëri tjetrin. Tani për sa i përket edhe kësaj gjës që ta përmbyllim. Edhe unë do isha shumë pro kësaj ideje që të ishim bashkuar. Sepse realisht do krijoj ajo fryma që ti përmende, pra të gjithë të rinjt do shifnin që këta të rinjt që i përfaqësojnë, ose që mundohen të i përfaqësojnë, janë bashk, atëherë hajti votojmë. Edhe s'do kishim ato komentet që kemi gjithandej, pse nuk bashkoheni. Se neve realisht, neve mund na thuash, pse nuk bashkoheni. Kupton? Jo, po shiko, këto thoj janë okay deri në një farë pike se janë lokale, por mendoj se do ishe jo vetëm gabim, po thjesht do ishte e pamend që në zgjedhjet e përgjithshme të tjera, zgjedhjet qendrore, domethënë nuk do bashkëpunonin në koalicion. Unë nuk po them të bëni një parti se këtë shumë njerëz domethënë që jo, po nuk i përputhen idealet. Po jo, më vëlla, e di që si përputhen idealet. Nuk ka rëndësi fare se çfarë idealesh përputhen. Rëndësia ka të bësh koalicionin të heqësh njëra atë. E kupton?
Kjo është ideja, është thjesht pragmatizëm, është teknikalitet. Është thjesht përdor gjën që kemi kështu. Për mos e zgjatur për këtë idealin politik, se ndoja të flisnim një çik më shumë, domethënë pavarësisht se ne u kënaqem me muhabet, që duhet të vëmë datë tjetër për të folur prapë për këtë lloj gjërash, po planifikimi urban për Tiranën. Mo Klajdi më tha që ti ke kohë që merresh me këtë dhe unë do të doja të dija disa insights, nëse mundesh, çfarë mundesh të tregosh, domethënë jam gjithë vesh. Okej. Atëherë, planifikimi territorial ose transporti publik apo të gjitha? Gjitha. Filloj nga duash ti, mbyll ku duash ti. Po. Është një lëmsh, pra unë s'di ku është filli që do ta kam. That's the best. Po prandaj është e bukur podcasti sepse mund ta bëjnë kështu scroll back ta dëgjojmë prap derisa ta kuptojnë. Atëherë, hajde filloj me transportin publik. Që në fakt nuk është publik. Pra kemi 16 linja të transportit urban në Tiranë, të cilët operohen nga 11 koncesionar. Tani këto 11 koncesionar që është më e bukura, nuk janë kompani, si më thënë, të specializuara në transportin e njerëzve, kupton, që të kenë, nuk e di, një përvojë të gjatë ose nuk e di, mjete të bukura. Këta janë thjesht biznese, Ja thjesht xhirues leku plako. Super banale. Pra, si e imagjinoj unë, dikush tha, hajde blej ca autobus, a njeh ca njerëz që kanë patentën e shoferit autobusit, hajde merri një faturino aty. Tani këto e kanë marrë, si më thënë, peng gjithë transportin publik në Tiranë, se ku dua dal tani është puna. Aty unë jam i fokusuar se shiko, i ka përmendur Brunilla këto edhe Klajdi i ka thënë deri diku, po i ka thënë edhe gjithë. Unë do të fokusohesh më shumë te pjesa, domethënë që çfarë do bëhet. Si do ta ndryshojmë? Çfarë do bëhet? Cila është ideja? Problemin e kemi parasysh, domethënë. Problemi është parasysh, problemi e shpjegoj me dy fjalë të thjeshta. Problemi janë kompani të pakualifikuara transporti publik që janë klientë liste që nuk kanë asnjë lloj planifikimi të linjave, as me traffic flow, as me passenger flow, që të cilat të gjitha shkojnë në përqendër sepse në qendër janë të gjitha interesat ekonomike të pra ata që i financojnë këto lloj kompani. Kaq e thjeshtë është. Është kundër jush për atë biznesmenin që duhet të ishte për ju, jo për atë. Tani shkojnë te zgjidhja. Pra është gjithë fiks. Atëherë problemi është logjika, është kjo skema abuzive që këta kanë instaluar që shumë vjet. Atëherë zgjidhja është kjo. Na duhet një ndërmarrje publike. E tani jo mos të themi obobo ndërmarrje publike, se kemi ujësjellsin e Tiranës që është publik, kemi Eko Tiranën që merret me plerat, me mbeturinat që është publik. Pra, edhe unë besoj që edhe një ndërmarrje publike, transportit publik, do na, si më thënë, do krijonte një farë krenarie tek ne, që shife kemi një ndërmarrje publike që funksionon, se këtë nuk mund ta thuash për ujësjellsin. Pra është publik, por nuk jemi krenar me ujësjellsin. As me Eko Tiranën, por për me transportin publik mund të krijon diçka për cilin gjithë tiranasit do ishin krenar që do thonin, siç janë vienezët në Vjenë, janë super krenar për transportin publik. Kemi 3 sisteme, kemi autobusat, tramvajet, metron, gjithçka funksionon. Pra duhet e para kjo, duhet një ndërmarrje publike. Se duke qenë publike, ikën gjithaj interesi privat nga çdo aspekt planifikues. Pra mund ta planifikosh rrjetin që të mbuloj sa më shumë nga territori i Tiranës. Mund ta planifikosh rrjetin që të mos shkojnë të gjithë drejt qendrës, po të kesh për shembull linja tangenciale që do përshkonin lagjet e Tiranës. Se jo, për shembull, jo të gjithë kanë interes të shkojnë në Tiranë. Dikush do shumë pak më. Nga në qendër, pra. Dikush do shkojnë nga lagje në lagje. Kupton? Po. Pra mund ta bësh rrjetin më efikas. Duke bërë më efikas, mund ta shpërndash, si më thënë, fluksin më mirë, edhe mund ta heqësh ngarkesën nga trafiku, se ky është problemi, pra e qëndërgjon rrjetin edhe krijon trafiku në mes i cili përhapet mandej. Tjetra, mund ta bësh duke qenë publike, mund ta bësh shumë më komode. Pra, mund ta pastrosh, mund ta ndezësh kondicionerin,
se nuk e ke hallin më të kursesh. Pra, mund të fusësh mjaftueshëm autobuza në qarkullim, që të mos krijosh ngjeshje. Pra mund të shtosh komoditetin. Nëse shton komoditetin, nëse e bën efikas, atëherë kemë shumë njerëz që i thonë jo makinës, se makina do të jetë opsion, nuk do të jetë, si më thënë, se problemi është transporti publik nuk funksionon, prandaj unë do marr makinën. Duke pasur një transport publik komod edhe efikas, ti do marrësh transportin publik. Edhe kështu rritet edhe xhiroja, si më thënë, e ndërmarrjes publike. Pra, edhe mund të investosh pasaj, edhe nuk e di. Unë kam dëshirë që të ketë 2 linja tramvaj në Tiranë. Edhe 2 linjat, po të marrësh për shembull autobuzat sot, 2 linjat ku përshtatet tramvaj është kombinat Kino Studia edhe Unaza, sepse këto janë 2 linjat me numrin më të lartë të pasagjerëve në ditë. Po pse tramvajo plak? Me falë të ndërpres të kjo pjesa. Jo, pa problem. Pse, e di çfarë kuptojmë për të? Sepse unë jam shkon në Berlin e ka sistemi, le të themi të drejtën, pavarësisht se ne janë komishme, ka një nga sistemet më të hapura më të mira, nuk diskutohet fare. Një autobuza, tramvaj, metro, S-Bahn, këto që janë sipër etj, më thash regional që kalojnë brenda një qytet. ICE, EC, domethënë, thoj një gjë e ke këtu, nuk diskutohet. Problemi është, domethënë, me aq sa kam bërë unë, ideja është që tramvajot janë kontraproduktive për një qytet vogël si Tirana që nuk ka vendin sipër tokës. Prandaj unë gjithkohë që kam bërë, me munduar të kam bërë të pyetje çdo kujt që ore ku qëndron problemi me Tiranën që nuk mendon asnjëri për një metro apo për tramvaj, se të pse tramvaja prap do jetë në trafik, tramvaja do jetë prap në mes të rrugës, pra do kesh traffic lights, do kesh semaforë, do ketë atë energjinë gjithmonë që të futet ky del ai, okay, do thoni ju mund ta bëjmë atë sistemin që provoi Suedia që sa afrohet tramvajo bëhet e kuqe për këtë do dhe kalon tramvajo. Domethënë po dhe ajo krijonte disa probleme të tilla. Nuk e di domethënë sa do bën të kuptimi edhe në një rrugë, për shembull se ajo rruga Kavajës ose Unaza që bëhet në moj. E kupton çfarë ajo do shyesh komplet me mure, me shtëpia, me gjithë çka kanë ata që hapën rrugën për tramvajën. Ajo Unaza që për ti përmendë, për shembull për mua do ishte perfekte fare për një metro valla. Unaza. Po shije, atë ideja ime është kjo. Tani këtu flasim për afaqat, nuk është as programi nis mësues, po është thjesht ideja ime. Po. Se jemi këtu për të ndarë ide. Po. Atë unë për shembull, pra çdo po të marrim gjelbërimin në një qytet. Gjelbërimi në një qytet kryen një funksion për qytetarët. Edhe uji në qytet kryen një funksion për qytetarët. Edhe po ta marrësh lanën, pra ato, si quhen ato skarpatet e lanës? Skarpa, ka një emër shqip, harrova. Ufa. Po. Nëse nuk e di. Ke parasysh lanën nga Bryli deri tek Pallati Deli Giorgi. Po. Kemi lanën të futur në kanal, edhe kemi ato harrova emrin. E kam parasysh, as unë se nuk e di, di bësh shumë. Atë gjelbërimin aty anë. Po. Tani, ai është një gjelbërim që nuk ka asnjë funksion. Pra, po ta hapësh Google Mapsin, nuk e kuptoj pse është e ngjyrosur me të gjelbër aty. Nuk duhet jetë. Se pra gjelbërimi do të ketë një funksion. Aty nuk mund të bësh asnjë gjë. Nuk mund të qëndrosh, sepse është e pjerrët, nuk mund të bësh piknik, s'mund të bësh asgjë aty. Edhe ideja ime afatgjate është që nga Bryli deri tek Pallati Deli Giorgi, lana të bëhet të mbulohet. Edhe të krijohet aty një, si më thënë, një park super i gjatë, si një shirit domethënë, një park i dëndur, edhe lana të jetë poshtë, mos të shifet më. Edhe për arsye të rreshjeve, të përmbytjeve, edhe të thellohet i çik, që se kjo është problemi, se nga që duam ta kemi, si më thënë, çik lart që ta shohim, se sot lana vetëm ke dëshirë ta shohësh, pra du ta shohësh. Kur kalon aty ke dëshirë ta shohësh. Ky është gjithë funksioni i lanës. Se aty mban era hale. Nuk ke dëshirë fare të qëndrosh. Pra ke zhurmat e makinave, ke ndotjen,
pra nuk kryen asnjë funksion ai gjelbërimi aty tek lana. Asnjë gjë. Po. Prandaj të kthehet në kanal, të thellohet, që mos ketë më përmbytje. Edhe fundja mund të hapësh një çik nga qendra, nga piramida aty, nga parkurinia, hape një çik që të shohin, këtu ka një kanal, për shembull në Vjenë ekziston si gjë. Që thjesht ta kenë edhe turistët edhe nuk e di. Po aty pastaj do lirohej një hapësirë publike e madhe. Aty mund të kalonte tramvaj. Po shumë e madhe, ajo është vërtet shumë e madhe si hapësirë. Do të kalonte tramvaj. Aty do të kalonte pas tramvajt, për shembull, mund të kishe shina të tramvajit për nuk e di disa vjet. E pastaj ato të njëjtat shina, nëse ekziston projekti për metro, mund të përdoreshin pastaj për metron poshtë. A kupton ku e kam logjikën? Jo, unë e kuptoj logjikën, po është kjo në metro. Kjo është ideja. Pra do të kalosh një herë, do të shfrytëzosh kapacitetin e njërit sistem para se të kalosh tek sistemi tjetër. Pra sot kapaciteti i Unazës është i shfrytzuar, pra është plot. Prandaj mund të justifikosh tramvajin. Nëse pas nesër kur edhe tramvaji të mbushet plot, atëherë justifikon metron. Edhe besoj që tek Unaza mund bëhet edhe tramvaj edhe metro me linja të dedikuara. Jemi fiks fare për këtë debatin sepse ti je planifikues urban. Edhe tek kombinat kinostudia janë rrugët, janë goxha të gjëra, edhe aty mund të funksiononte. Tani do dal aty ku të fusësh tramvajin në një qytet që pra nuk di nga tramvaj, ka qenë problem në çdo qytet ku fut tramvaj. E para. Pastaj edhe kjo tjetër, po. Ka qytete ku tramvaj ekzistonte para makinës. Siç është Vjena. Po. Pra makinat u futën pas vitit 50-60 ku plasi mirëqenia në Evropë edhe u futën makinat nëpër qytete edhe pra aty. Por njerëzit duhet mësohen. Pra duhet kaloj një kohë, nëse futet tramvaj në Tiranë, duhet kaloj një kohë mësimi. Pra 1-2 vjet derisa të mësohen me tramvaj. Atëherë, të kalojmë domethënë vërtet në pjesë në këto idetë akademike. Shiko, ti të drejtë ke, si planifikues urban, thotë do ecim, do luaj me kapacitetin edhe me le të themi këtë outputin e çdo lloj metode të ndryshme, për problematika është që në pjesën e kësaj kursimit të ndërtimit, domethënë nahal ti shkajt, nuk e di se si i thon nahal ti shkajt në shqip. Ideja është që kur ndërton, nuk është ndërton çdo 10 vite, ose nëse ndërton çdo 10 vite, domethënë ka ndërtuar gabim, të paktën sipas idealit tim. Sepse diçka është bërë aty gabuar, sepse do të kaloj, na ka marrë malli thjesht për ato ndërtesat edhe për ato projekte që e kishin garancinë 35 vjet dhe jo 5 edhe 15 vjet siç e kanë tani. E kupton, pavarësisht se janë arsye të ndryshme etj. Nëse për te kësaj ishte ideja, shiko, tramvaju nuk është problemi nga lana, nuk është problemi nga lana, domethënë nga Deli Orgji deri te Bryli. Ato e bën edhe nesër. Ajo që thua ti domethënë është nga ana konstruktive. Edhe unë e llogaris ato, po me që nuk jam i kualifikuar fare domethënë dhe unë arrita llogaris. Problemi nuk është atje, problemi është pjesa nga si i thonë nga Vasil Shanto në Instanish te Zoguzi, edhe kur futesh anej, që ajo rruga deri nga Zoguzi deri tek treni domethënë është ona e Nemoje, është ku thret Qameti. Atje nuk shiko, nga ana legjislative, nga ana juridike atje është e pamundur që ti të zjerosh pa lënë qimet e kokës. Jo, nuk prap këtu mund të futet një zgjidhje teknike. Se të ecësh me, për shembull, nuk e di si quhet në shqip, po Zweigleisig me 2 shina. 2 platforma. Po. Nëse është ngushtë atje, atëherë mund të ecet për shembull vetëm me 2 binare ose nuk e di si quhet binare. Po, me një trase. Po, me një trase, me një binar. Po. Edhe pastaj, si më thon, nga të dyja anët ku janë stacionet për shembull, ja këtu është binari 1. Këtu është një binar. Edhe këtu janë 2 stacionet ku është çik më e gjerë. Le të themi këtu është treni, edhe këtu është
Nuk e di. Drejt zogut të zi, çka ka këtu? Ku është çik më i gjerë, nuk e di. Këtë nga fakulteti i inxhinierisë, e arkitekturës. Ka një hapësirë këtu që është më e gjerë. Edhe këtu e bën pasaj prap me dy binare. Edhe këtu, si më thënë, trenat ose tramvajt presin njëri tjetrin. Pra, ky pret këtë që të kaloj ky këtej. Pra është nga ana teknike besoj që nuk është problemi. Nuk diskutohet. Po pasaj po flasim për idealet, edhe ideali im thotë që well, you're gonna do it. Me ti do e bësh ti nuk e bëjmë tamam valla. E kupton? Edhe tamam për mua nuk, shiko, është e vërtetuar që në mënyrën e afatgjate le të themi të drejtën. Në momentin e afatgjate se kjo unaza është një çik debatuese. E diçka nuk është debatuese fare. Është kombinat kino studio. Domethënë ajo është linja perfekte për të bërë metro, sepse ajo linjë është plot, nuk ka rëndësi fare se si do e bësh. Ajo linjë gjithmonë do jetë plot. Në çdo lloj momenti të ditës ajo linjë do jetë plot, sepse ajo linjë e çan qytetin nga fillimi deri në fund. Ajo është në fakt, ajo është vetmja linjë në fakt që bën kuptim në Tiranë. E kupton? Ça nuk bën kuptim janë të gjitha të tjera që vjen në të njëjtin vend që vetë ajo. Ajo si linjë vetë është mregull. Ajo është super se i përshkon të gjitha zonat me densitet të lartë. Pra aty do kesh gjithmonë njerëz. Edhe ideja është të hajde ti zotri dashur tash që autobusat nga qendra deri tek Nën Tereza sipër ngelin me orë në trafik, jo më të futesh tramvaj. Kurse po të futesh metron aty, s'ka as autobus, asnjë gjë, thjesht makina, bicikleta, motora, do kalojnë njerëzit sipër. Pastaj komforti që jep metroja për shembull nuk krahasohet fare as me autobus, as me tramvaja, domethënë këto janë bërë këto studimet e ndjeshmërisë së mirë, kjo Behagliçka, domethënë që ndjen njeriu në të gjitha metroja, edhe pse mund të jetë pak më e lartë, si zhurmë thjesht mënyra se si lëviz është ndryshme, kurse trami është tramvaja është pak pikërisht, është shumë mekanike, autobusi po sa nuk ke akoma, si ata autobusa që kemi ne që me 3-4 makina përpara ka dhe ashtu. Domethënë po që edhe një pyetje ka këtë ja bëra specifike, nuk ishte kohë ja bëra Brunildës, domethënë, aty Fabian nuk ja bëra fare. Nuk më se kishte ndonjë interes nga aty, po më doli koha t'ja bëja Arlinit të pyeti edhe vjen një pjesë që nuk ka studim fizibiliteti. Tash janë ca gjëra që themi të drejtën, nuk ka nevojë për një studim fizibiliteti të madh. Ne kemi njerëz që nuk aplikojnë, këto unë përmend atë pjesën që Serbia po merr atë grantin e madh tash për ndërtuar metron në Beograd, që edhe ne mund të bënim. Ajo bëhet thjesht duke aplikuar. Ti aplikon edhe pret. Domethënë aplikon, jep një plan atyre, bën një plan të mirëfillt normalisht. Kot nuk aplikon njeriu, se edhe unë e shpreh atë gabim. Bën një plan të mirëfillt, domethënë që do të dotosh këtë gjë, do sjelli kështu, do sjelli atu, kalon, si për shembull të rastin që morëm ne, ajo kalon çdo lloj vendi të populluar, domethënë që do i shërbente një masë të madhe të tjerë, do sjelli atë drejt shejtani. E bëre, bravo. Çfarë tash i apliko për një grant? Për sa grante është aplikuar në Shqipëri? Pra asnjë, edhe duam pastaj studime fizibiliteti. Nuk bëhet studim fizibiliteti për të lloj gjëra, plakot sepse këto le të themi drejt, ne jemi pothuajse deri diku në të njëjtën fushë, janë unikate, nuk ndodh asnjëherë në çdo qytet e njëjta gjë. Secili është organizëm vetë, është unikat, është gjë që çfarë lloj gjë që ka lidhje me ndërtimin është për atë gjë specifikisht që nuk ka për të funksionuar ashtu në asnjë vend tjetër, ever. Edhe studimi në këtë pjesë do ishte të shpikja thjesht rrotën nga e para, domethënë kur thjesht gjitha ato problemet pastaj jo të legalizime, jo dënshpërblime, drejt shejtani me metron, këto i bën skip të gjitha. As blokon rrugët, as një gjë, futet babuçi nga poshtë, del atje në krye. E kupton, unë kam qenë sepse kem ndërtuar ato në stacionet e reja të Berlinit, është ishulli i muzeut, domethënë. Po. Kam qenë kur kam filluar karrierën tek ajo kompani kam filluar shndërtohen ato dhe kam marr pjesë te një nga këto projektet kur ndërtoi veshja e brendshme e stacionit, domethënë. Atje ndaloi, domethënë, atje prishej trafiku vetëm kur kishte ndonjë transport që do vinte diçka në kantier, nëse do vinte ndonjë diçka e madhe për shembull. Atëherë duhet të kalvinin nga këto trailerat e mëdhenj që do sillnin disa gjëra, do bllokohesh për një periudhë të caktuar. Po se qa bëhej poshtë se gërmoj, se bëj sonda e tjere, fare, asnjë gjë. Si për ishin pjacere, gjithë ata vazhdonin jetën normalisht, pa asnjë lloj problemi.
edhe këtu në vjen zjerohet metroja 5, edhe nuk e ndjen fare. Pra vetëm në vitin 2028 do jetë. Po. Do e gëzojmë. Edhe këtu zjati shumë, edhe këtu për koincidencë, që nga koincidencë e madhe shumë, se edhe këtu pesa o zjat, që u thua deri atje domethënë, zjati një 3-4 vite dhe vetëm kur e morë vesh që mbaruam tani. Urdhë. Hipni. Studim fizibiliteti. Po tani studim gjithsesi do të bësh, pra nuk është keq të bësh studim, të kesh studim, edhe të kesh një bazë të gjerë informacionesh, të dhënash. Unë dua të flas çik për këtë, pra ekziston Open Data Tirana. Nga i ka marrë edhe të dhënat për linjat edhe për këtë, pra e kanë nis kështu si diçka të vogël, Open Data, pra platforma që bën platforma që bën të dhënat të disponueshme për të gjithë. Edhe ekzistojnë të dhënat për linjat, stacionet, ekzistojnë të dhëna kot fare, për shembull mungesat në kopshtet. Pra kujti plasi, mungesat në kopshtet i hedhin aty, po ka disa gjëra tjera pastaj që do ishin me shumë interes që nuk i hedhin. Po edhe parimisht unë nuk besoj që Bashkia e Tiranës ka mjaftueshëm, pra e studion territorin e vet mjaftueshëm, edhe vjel të dhënë mjaftueshëm nga territori i vet. Le ta shpjegoj me 1 milion. Janë diletant, nuk studion asnjë gjë. Le ta shpjegoj me 1 milion pemët. Kjo është më e bukur. Pra 1 milion pemët e mbjella nga nuk e di kush. Ku janë? Në Vjen ekziston kadastra e pemëve. Ekziston ligji për mbrojtjen e pemëve, ku secilën pemë në hapësirë publike duhet të ketë një ID të veçantë, do ja masësh shëndetin, e ke me regjistër, e ke llojin e pemës ose e bimës, ke nuk e di gjatësinë, i ke gjitha, domethënë aty këtu shëndeti i pemës, domethënë është me database. Pra kjo për shembull, ke porosit 1 milion fidan. A i ke fut në database, si është shëndeti sot, a i ke georeferencuar. Pra e din saktësisht se ku është ndodh në territor. Pra, po të kishe për shembull, po të kishe këtë evidencë, mund të thoje o zotëri, ku i ke 1 milion pemët? Ma trego çik në hartë. Po këto të dhënat, nuk se pari për pemët një herë për rastin e pemëve, nuk besoj që janë 1 milion e para. Ora është fizikisht, matematikisht e pamundur. Duhet për 1 milion pemë duhet të mbilleshin 4 pemë njëra mbi tjetrën në Tiranë që të vinin 1 milion pemë, kupton tash? Jo se ajo ashtu jo po territori i Tiranës, nuk është tani më Tirana, është edhe Zallë. Është deri në Vlorë. Pra, edhe nëse futemi në Këshillin Bashkiak për shembull, mund të themi këtë. Na arrit i çik transparencën, na i siguroni çik këto të dhëna. Ku janë ato 1 milion pemë? Na i thuaj çik. Se si këshilltar bashkiak e ke këtë të drejtë të marrësh më shumë informacion. Pra është kjo transparenca, edhe nëse ke për shembull si bashki mjaftueshëm të dhëna mbi territorin tënd, studimi fizibiliteti është gjë më e thjeshtë. E bën nuk e di, e bën për 2 javë. Pra nuk është problem i madh. Madje për 2 javë e bën studimin, hedh edhe aplikimin tek fondet evropiane edhe Po, shiko, se kam thënë dhe unë në mënyrë të gabuar. Nuk thashë nuk e që do studimi. Nuk thashë thjesht nuk është ajo më e rëndësishme. Nuk është studimi më e rëndësishme. Po. Shiko, studimi është një mjet, studimi është një variable vogël që do hyjë tek ai ekuacioni i madh të bëhet apo s'të bëhet. Ose tjetra që më vdes fare mua. Ajo që më mbaron mua fare. Ops. Aksident 2 sekonda. Jemi live të Buçi Podcast. Jemi live të Buçi Podcast, një aksident me kameran. Ore, mos është hera e parë. Është aksidenti, po është hera e parë më duket. Atë ndodh aksident. Hajde. Po të ishim Thjesht nuk dashka sot. Po të ishim në menzën ton në universitet. Për shembull, nëse dikush thye naj gotë ose naj pjatë, dikush duar trokazin kështu.
Po e kanë gjermanët të vënë shumë në siklet për atë plak. Edhe unë kur e kam bërë për herë të parë atë gjën, jam vënë jashtë zakonisht shumë në siklet. Më ka rënë një gotë që më është thyer ata. Gjisa. Ç'a ndohën valla. E di çam që ta pres shkurt të pjesën. Mua më shqetëson edhe pjesa tjetër më shumë që thon është i shtrenjtë. Më vllai, what do you mean është i shtrenjtë? Si është i shtrenjtë? E para fare, çfarë do të thonë ti të shtrenjtë? E dyta, çfarë nuk është e shtrenjtë? Do thojë një gjë që nuk është e shtrenjtë atëherë. Meqë kjo që nga e shtrenjtë. E treta, njeriu që thot që nuk e hapi gojen për korrupsionin, për taksat, për e tjerë, ta përmend këtë. Nëse pra është e shtrenjtë, pra nuk është e shtrenjtë. Pra është një investim afatgjat. Duke e menduar si investim afatgjat, ja, domethënë i justifikon kostot realisht. Si për shembull Vjena në vitet e 20-ta ka investuar një shumë marramëndse që u bë debat i madh politik për linjen që për ujësjellsin. Se këtu vjen uji nga Alpet, nuk e di sa 20-30 kilometra ndoshta nga Alpet vjen këtu ujësjellsi. Kanë investuar në vitet e 20-ta, shekullit kaluar, pra para 100 vitesh, po me shumë kosto. Edhe atu do bëhet debat politik, që janë këto kosto nuk arsyton dot. Sot e pin ujin nga çezma. Sot nuk harxhon njeriu privat nuk harxhon për të bler ujë plastike. Nuk lodhet ti sjelli lart deri në shtëpi, pra nuk lodhet nga kurrizi për të marrë gjithë ato ujë, gjithë ato bidonat. Nuk ndot ambientin, se nuk, domethënë plastika nuk e hedh plastikën, shumë e thjeshtë, nuk prodhon më shumë plastik. Vetëm se u bën një investim afatgjat në të kaluarën, që sot jetojmë kaq mirë këtu në Vjenë, të paktën. Po, normalisht, shiko. Ideja është nuk kemi larg pak mësime, ha? Mos le ta themi këtë, mos na vi keq për veten tonë si popull. Nuk jemi populli që le të themi jemi më larg pamës, i mundshëm. E duam tani, jo vetëm duam tani, por nuk është duam pak tani, ne duam gjithë tani. Kupton? Ose mundësisht kur e do thonë gjermanët Gestern am besten. Kështu jemi si komb, i gjithë kështu që plako kur ta bëj këtë, ta kishe bërë dje, do ishte më mirë akoma. Po e duam tani, e duam sa më mirë. Edhe kjo, pra. Kjo aplikohet edhe për partitë politike. Pra ju jeni shumë të mirë, jeni shumë kështu, po duhet jeni akoma më mirë, edhe ju duam tani që t'ju votojmë. Pra, edhe tek partitë politike kërkojnë qiqara në hell, tek të rinjt të paktën. Edhe mua vjen keq që shumë të rinjt, si më thënë, në vend që të na japin një shans, na paragjykojnë edhe kërkojnë nga ne qiqara në hell, kërkojnë që ne jemi më të mirët. Ndërkohë që sepse janë njerëz që nuk din as sakrificë as investim, sepse nëse do të dish si funksionon investimi, do thosh okay, do votoj 3, 4, 5 herë që të vej atje ku dua unë. Por nga që ti je vetëm konsumator, je dele, thua jo, unë do ato që është i madh tani. Unë do iki me fituesin pra, e kupton? Unë do vetëm me Luizin. Sepse unë nuk kam bëth, unë nuk kam ideal, unë nuk kam diçka nga jeta ime që të them të mbështes të, edhe nesër pas nesër unë nuk kam qenë ai që kam mbështetur kur kanë qenë momentet e tyre të para, dhe vërtet ja pas ka vletur, vërtet e son ata që e son. Jo. Janë këtë një lloj parazitizmi që ti bëje, gjatë gjithë kohës kur ti po bën gjithë punën, po vuan, domethënë ke mungesa mbështetje, mungesë votash, mungesë financimi, ne do të kritikojmë, se ne të duam të mirën ty. Ne duam që ti të rritesh, ne do të kritikojmë ty sepse të duam të mirën. Në momentin që bëhet, pastaj ne gjithmonë donim që ti të bëhesh. Ne jemi me ty tani, e kupton? Fuck off. Është hilaritet në skajë, domethënë jemi epik, jemi pellaz, jemi fare. Nuk diskutohet. Por e gjitha gjërat shpjegohen me gjuhën shqipe, është ka vdekaj muhabet.
Bukur fort Franca. Unë dua që ta zgjasim shumë sa herë se mendoj se kemi jashtëzakonisht shumë gjëra për të diskutuar një herë tjetër. Kështu që unë do doja ta lija bisedën të hapur për një herë të dytë, se ishte goxha kënaqësi. Do kemi raste, këtu jemi. Faleminderit për mundësinë. Po faleminderit edhe ti që panove ftesën, normalisht nuk diskutohet. Dhe herën tjetër, se nga që ishte edhe biseda e parë bashkë, edhe na përputhin disa mendime, zgjatëm çik shumë nga ana e ideologji, politik, sociale etj, po ju premtoj njerëz. Unë nuk nifem si personazh ndoshta edhe. Kurse tani që e morët vesh herën tjetër kur Franci të vi, do jemi vetëm teknikalitet transporti dhe urbanistike dhe këtë ja u premtoj. Apo jo, Franc? Ashtu do jetë. Kështu do bëjmë pastaj. Deri atëherë gjithë mirat, mirupafshim, na kalofshi bukur. Franci, edhe një herë gjithë mirë. Jemi në fushat, domethënë. Edhe është interesante, është era parë që do ta them, kupton? Votoni, nëse ju kam bindur, votoni numrin 35 me datën 14 maj, nëse nuk është vonë. Po do jetë vonë besoj, ja? Do jetë një çik vonë, po e kam thënë unë disa herë këtë, gjithsesi. Okej. Atëherë nëse do jetë vonë, na votoni në vitin 2024. 2025. Edhe kur kjo do të normalisht del mbas zgjedhjeve, edhe ideja që unë kam thënë, edhe vazhdoj do ja them domethënë, ju keni votuar gjithë, ata që kanë dashur të votuar kanë votuar në këtë moment kur ky episod del, po siç është përmendur në episodin përpara, qoftë ju pëlqejnë do jenë zgjedhje qendrore për pak kohë, kupton? Thjesht provo diçka të re, plak, what are you gonna lose? S'ke qa humb, thjesht provo diçka të re, thjesht ora nëse s'pëlqen Bleoni jepja tjetrit edhe, kupton? Thjesht mos ja jep atij që është, sepse e ke parë që nuk sjellin asnjë lloj gjëje, kupton? Thjesht provo diçka të re, si një lloj fryme të re. Domethënë nuk e di se si funksionon derisa ta provosh, kështu që ka opsione, është nismathurje, ka edhe të tjerë, po nismathurje në të rast. Përderisa le të themi, shiko, po ti je pragmatist që vetëm për momentin që ka domethënë disa ide se të tjerat janë për mua janë çik kështu më ngjallin çik frikë ndonjëherë ato vizitet e tjera, po që kështu që për momentin e keni opsionin, keni në mendje, ngrini debatin, shpërndajeni historiet, ku dëgjon postet që bën nismathurje, denoncime gjëra, këto gjëra bëni. Kto s'ka nevojë të ketë as zgjedhje as një gjë. Nëse beson në ndryshim, mund ta bësh për ditë këtë gjë. Mamën nga kjo është gjë që mund ta bëj gjithsecili, mund bëj një like, mund bëj një koment. Mirë tek na ndiqni në vazhdimsi. E nismathurje besoj që është këtu për qëndruar. Shpresojmë. Këtu do jemi, do shëndoshemi, do mbledhin sa më shumë njerëz, do rritemi edhe shpresoj, tani do tingëlloj shumë klishe. Shpresoj vërtet që mund të ndryshojmë diçka në Shqipëri, se po ta marrësh edhe, nuk e di, po ta marrësh edhe nga gjeopolitika, Ballkanin, ke Gjukanovićin që u hoq nga troni i fundit, i para fundit, se ne jemi të fundit. Ne kemi gjithmonë të fundit. Edhe Kosova e ka bërë hapin e vet para disa vitesh. Ne jemi gjithmonë të fundit, plak. Çdo lloj epoke të historisë ne jemi të fundit gjithmonë. Kemi ne radhën e shqiptarët në Ballkan që t'i shkundim këto, domethënë ta heqim këtë tranzicionin e neveritshëm. Po për një popull Luiz Elçash, herën tjetër mos thoj shpresojmë, herën tjetër thoj plako do e bëjmë, do ndryshojmë, se duan do e bëjmë. Do ndryshojmë, do i heqim gjithë, do i heqim Gjukanovićët e Shqipërisë, do heqim doktora, do heqim piktora, do heqim ta që shesin fiqet gjithë etj dhe do dalin vetë. E pastaj do zihemi me njëri tjetrin, po të paktën do dimë për çfarë do zihemi me njëri tjetrin, jo kështu kot në përmaja. Kështu që unë falenderoj edhe një herë Francë dhe do dëgjohemi herën tjetër se s'bën, edhe siç u tha Mirës, ju premtojmë që do e kemi pak më akademike me shifra, me gjëra, mbase Franci do na tregojë disa kështu take a peek inside the thing herën tjetër. Super. Deri atëherë, ja kalofshim mirë, bëni like, bëni comment, shpërndani me miqtë tuaj ose mos e shpërndani, who cares. Edhe qofshim mirë. Ciao.